Jemi rikthyer bashkë dashur shikues dhe përveç që i kemi disa mysafirë të ri, tashmë kemi edhe një ambient krejt tjetër dhe këtu bashkë me mua i kam 4 vajza të mrekullueshme, ku vajzat në Kosovë çdo ditë po dëshmojnë që përveç arritjeve të tjera të ndryshme, ato po ashtu po inkuadrohen edhe në disa prej profesionave, të cilat derivon janë kategorizuar mbase edhe në fushën e burrave, që vetëm burrat mund të mirën me këtë profesion, por vajzat në Kosovë sot po e dëshmojnë çdo herë më shumë të kundërtën dhe po ashtu edhe futbolli i vajzave në Kosovë po rritet çdo ditë më shumë. Pikërisht këtë, pas kësaj rritjeje qëndrojnë do të thotë edhe këto vajza që i kam në studio, të cilat kanë ëndra shumë të mëdha dhe me të cilat do i flasin do gjitha detajet sa i përket asaj se kur janë bërë pjesë dhe po ashtu edhe se qysh po shkon krejt situata dhe mu po më intereson shumë me ditë këto bashkë vajzat ku me i pyet se kur garojnë edhe me djem kush fiton më shpesh edhe po ashtu se kush është pak më i fortë le të themi kështu. Të gjitha detajet do i flasim po ashtu edhe me trajnerin të cilin e kam këtu në studio dhe do flasim për klubin futbollistik të vajzave Prishtina, i cili është do të thotë një prej klubeve që i ka dhënë një shtysë të madhe këtij zhvillimi, i cili është themeluar në vitin 2019 dhe do i flasim të gjitha do të thotë me trajnerin. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Po filloj fillimisht me prezantimin do të thotë. Kemi Alten Imerin, i cili është trajner dhe po ashtu e kemi Dea Sadika, i cila është këtu bashkë me ne. E kemi edhe Dua Murati, e kemi Sara Lekaj dhe po ashtu edhe Amina Fazlia. Alten, mirëmëngjesi, faleminderit shumë na keni nderuar dhe vajzat na kanë zbukuruar studion këtu. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjatëm. Mirë se na keni ardhur, po e nisim fillimisht bisedën sa i përket do të thotë jo të ndalemi vetëm të çështja institucionale sa i përket klubit, por po e bëjmë bisedën kështu sa i përket asaj padyshim që të na i tregosh fillimisht disa prej detajeve se kur është themelu klubi dhe po ashtu se kur je bërë pjesë ti, edhe po më intereson me ditë se sa vajza janë pjesë e këtij klubi. Klubi është themelu në vitin 2019 nga Armenda Filipa dhe Flamur Kelmendi, që falenderojmë shumë dhe i përshëndesim që ende kanë atë vullnetin dhe dëshirën më morë me klubin me vajza. Është kohë një kohë e gjatë. Unë jam bërë pjesë e klubit në vitin 2023, tash i kam bërë 3 vite që jam pjesë e klubit, ku kemi një curi kohë gjatë mirë dhe kemi rreth 180 vajza aktive. Sepse kemi gjitha grupë mosha, duke filluar prej grupë moshës U7 deri në atë U17 dhe ekipën senior, ku garojmë në Super League. Do thotë i keni afër 200 vajza që janë pjesë e klubit, po më intereson me ditë pak se qysh po shkon puna këtë verë, a mbase qysh shkon puna e di që verës edhe vajzat edhe të gjithë fëmijët e tjerë e kanë pak pushime dhe konsiderojnë pak edhe si kohë me pushume, shku në pushime, qysh po shkon tash puna, apo janë ende të interesume, apo janë ende energjike, apo jo, se në studio në ardhen me shumë energji. Po zakonisht futboll pushimet e kena pak më herët na, gjithmonë, qeshor korrekt, pushimet përfundojnë, gjysa korrikut edhe gushti është veç punë tani. Po bëni punë shumë të mirë me vajzat, kanë vullnet shumë edhe e dojnë këtë sport. Edhe e di që pjesë e klubit janë grup moshat të ndryshme, të regon pak për grup moshat edhe me cilat e ki pak ma letë me umira, ki ma letë me umira me këto të voglat, apo me ato që janë me mosh ma të madhe? Kina, kjo është grup mosha U19 dhe U13, ku është grup mosha jam e preferum, ku bojna një punë shumë mirë, ku që 3 vite jam me to, nga gjenerata U7 disa dhe disa në U9. Për 3 vite i kena zhvillu bashkë, jena rritë bashkë me to, edhe tash bojna gora pak me djem, pak me vojza, qysh të mujna. Qysh ishe këto garet, për shembull kur garojnë sa i përket djemve, do të thotë, kush është pak ma aktiv në fushë le temi edhe qysh është krejt këtë garen që zhvillohet? Po pak djem të kam forcën, dallojmë pak ndo disa aspekte, po nuk e ulqina rrugën. Kene fa baloncë me humbje fitore, ko gjatë mirë. Do me thonë, vajzat janë shumë aktive, do të fotot do në ndjekin vazhdimisht gjatë gjithë bisedës, ku do mund të shojmë edhe fotografitë, ku janë bërë pjesë garave të ndryshme, por po ashtu dhe gjatë stërvitjeve. So kanë mbase le themi kështu edhe stres, sa i përket pak para gares, edhe që shkon krejt kjo procedurë, edhe për ty është rëndësishme, kur e kanë një garë, pasi që je trajner, le themi mentori tyre udhëheqës edhe e pritni me padurim edhe ushtroni, po besoj shumë. Me vojzat nuk e kena shumë problem kur klujna, nuk ja unin shumë. Po me djem, më vim pak kohë mi binë që mujni me fitu. Po tani, veç pak një fillim në avynë edhe tani hinë në sistemin e lojës e nuk njojnë kundërshtar. Shumicën e kohës nuk njojnë kundërshtar. Mu po mjenë shumë mirë që ka një udhëheqës kështu si ti, ku po besoj i motivon shumë dhe inspiron për me garu. Po ndalem pak edhe të vajza, do të të Dea na të regon pak sa i përket edhe futbolit, se kur ke vendos me u bo pjesë, do të të këti sportje dhe qëka të ka pëlqy mas shumë ti, qëka të pëlqen mas shumë ti kur luni futbol? Mas shumë ti më pëlqen se kena një ekip për krahës, edhe na ndihmojnë shumë, na përfaqësojnë në çdo aspekt në lojë të futbollit.
Trajnerat janë shumë përkushtues në trajnime dhe na ndihmojnë shumë. Unë ja kom nisë futbollit, ekipi jam i parë u kon Rami Sadik, po tani si vjet kom marrë këtë dhe u kon një zgjedhje shumë e mirë, se është klub punues dhe të ndihmon shumë. Mu po mjenë shumë mirë, pa dyshim që është rëndësishme kur keni përkushtim edhe po ashtu kur e keni një ekip mbrapa që ju ndihmon shumë edhe ju motivon, pa dyshim që edhe ju e keni më atlet. Dua çka të pëlqen ty më shumë ti edhe kur je bë pjesë, tregom kështu kur je bë pjesë, kur ke vendosë me lujt futboll edhe kur e ke kuptuar që të pëlqen futbolli. Mu më pëlqen kur fitojna edhe më pëlqen kur bojna bashkëpunim me ekip edhe ja kom nisë që në qëtë ekip që 5 vjet edhe Pëlqen shumë kur fitoni? Po. A fitoni shpesh? po. Shumë mirë. Sara, po ti çka të pëlqen më shumë ti? Mu më pëlqen mas shumë të se futbolli është një sport ku duhesh me bashkëpunu për me fitu, edhe nëse në fund nuk keni sukses për me fitu krejt lojën. Me KFV Prishtinën jam bashku para 3 vjetëve edhe ka qenë një rrugë shumë e mirë. Po më vjen shumë mirë për këto, po e pës edhe Aminën, e kam të njëjtën pyetje edhe për ty Amina, kur ke vendosur me u bë pjesë e klubit, edhe po ashtu kur ka qenë mbasi edhe momenti që e ke kuptuar që po të pëlqen futbolli. Mu më pëlqen futbolli sepse trajnerat e ketë prindrit na përkrohin çdo lojë. Edhe kur fitojna e humbim, s'ka lidhje, këta gjithë Gjithmonë janë aty për ju. po gjithë janë për neve. Na jena mësu për me bashkëpunu, për me lu se cila bashkë. Unë jam bashkëpunu me këtë ekip që një vjetë. Shumë mirë, bravo. Unë po ju uroj shumë suksese, po du me ju pyet edhe kështu, mbase me më tregu pak edhe sa i përket stërvitjeve, a keni ndonjëherë stres para garave dhe që shkon krejt ky proces edhe, apo keni problem me u merr edhe me shkollë, po ashtu edhe me futboll? Ja nisën? Po, Orarin për shkollë kanë but mirë, që mundëm edhe me mu zhvillu në shkollë për edhe në futboll. Po kështë e kemi edhe shkollën me një dorë edhe futbollin. bravo, shumë mirë, po më pëlqen shumë. Tregon pak ti, hajde ty po ta bëj një pyetje krejt të ndryshe. Tregon pak, kom ja bë këtë pyetje krejtve, po e nisi me ty, a ka pas ndonjëherë një moment ku dikush ju ka thonë që nuk mundi ju me lu futboll, se ky futboll, ky profesion nuk është mbase për çika. Po. Kur të ka thonë? Kush të ka thonë? Trego. Vesh kur kena luj kundër djemve, na thashin s'munin, jo, tani i fitojna. Edhe çka ju keni thonë ju? Kur gjave që kena fitu. Bravo, shumë mirë. Alten, qikat faktikisht shumë energjike edhe shumë aktive. Përmenda mu më pëlqen shumë kur fëmijët sot po i shoh shumë që edhe po angazhohen në shkollë, por po ashtu edhe në aktivitetet të ndryshme, në kurse të ndryshme, në gara të ndryshme. Qysh po do këtë kë që mbase ka ardhur edhe shumë kjo kohë që edhe shkolla po i kupton me angazhu fëmijët me pas aktivitete të tjera? Kjo shumë e mirë për janës të arsimit, po të na klub është një filozofi tjetër që shkolla është primare. Shëndeti kuptohet, po tani është shkolla. Se kemi shumë raste ku ka shumë lëndime dhe sporti përfundon, po shkolla do me vazhdu. Të jem vajza me pak më ndryshe. Djemë të gjemë vetën dika, po me vajza është pak problem. Na kanë kuptuar edhe prind që shkolla gjithmonë është primare. Edhe pak kur e din këtu, kur e kanë atë kohën e notave, do të mi dërzu dikon, si ka notat të mira, pushojmë pak a shpia, i rregulloj notat, kthehen stërvitje. Bravo, shumë mirë, padyshim që po, shëndeti edhe më pas edhe arsimi janë shumë të rëndësishme, po vjen shumë mirë që angazhohen dhe me aktivitetet e tjera. Altin, po ndalemi pak edhe të ti, je i pajisur do thot edhe me licencën B, tregon pak edhe për veten edhe je pjesë e klubit tash 3 vjet nëse nuk gaboj. Tregon pak se çka të ka mësuar mbase edhe puna me vajza që nuk ta kish mësuar asnjë licencë tjetër në botë. Kjo punë ka fillu shumë pahiri. Im kom të luaj futboll në Norvegji, në ligën e 3. Im kthy këtu pak për pushime edhe kom fillu me një stërvitje. Tani edhe tani kom bo dikon 1 vjet kom punu pa licencë. Mas 1 vit e kom mo licencën C. Na kam bashku në qatë kohë, na kam bashku edhe Soda Ashare dhe Vjona Regjepi, ku jenë Soda është kërë trajneri në ekipën e parë, Vjona është trajneri për tjereve në ekipën e parë dhe në gjëratët e reja ku më ndihmon. Qatu ka fillu Ajhovi që këna morë vitin e parë me bashkë me tojë na inkuadru në Super League, na bo një punë shumë të mirë. Këna fillu dhe me gjëratët e reja mu angazhu pak ma shumë,
Se dojna këgja mirë kështu, Soda ka qenë ndër lejtore më të mira, Jona ka qenë ndër përtire më të mira, dhe ta shukon edhe aktive në kombëtarën e Shqipnisë. Edhe ka filluar ajo mbështetja pak pi gjinisë femërore në futboll. Ku Soda ka kalu shumë në futbollin e femrave, po ashtu njëjtë edhe Vjona. Më kanë shtyr dhe më kanë përkrahur për licenca, më kanë jap hapësirë mu shpreh në stërvitje, mu liru pak. Po edhe vojzat më kanë ndihmuar shumë. Se do thëjmë pak probleme punu me vojza, po më letë është me vojza se me djemë. Unë qashtu e shoh. Po vjen shumë mirë që edhe kaloni kështu mirë edhe faktikisht Altin e di që klubi korr shumë suksese sa i përket edhe viteve të ndryshme, si që kishim rastin edhe në sezonin 2024-2025, ku ishte mbase edhe kulmi i suksesit sa i përket klubit. Tregon pak për atë sezon. Ishte një sezon këgja me ndërlikume pak. Sota me Vjona patënon në sezon 6 muaj të por. Kemi tentu për me inkuadru në Super League, po ishte pak problem, ishte pak vonë. Edhe fillum për vitin e ardhshëm u bogoti. Këgja punë, angazhim, po në fund në shpërbly. Si vjetë ishte tash viti i por në Super League. Për vitin e por në Super League ishte këgja punë e mirë. Kemi arritur në finalin e kupës, ku kemi humbur në finalin penalti. Po tash pra pensionimet për vitin këtë vit që jena mu shpoll kampion. Njëtë është me grumu shteria, ku të deri tash kanë lujt me gjenerotat U15, U13. A këto aktualisht janë U11, U13. Ka lujt me gjenerota pak matë moja, këgja do fitore kanë bo, këgja një farë lujt mire kanë bo, po tash hale puna duhet. Tash ju duhet hale punë. Tregom tash ish po shkon, për shembull, më tregove pak edhe sa i përket këtij suksesi, kur stërviteni, tregom pak për stërvitjet edhe po ashtu tregom pak se a kishem imagjinu ndonjëherë para 3 vjete kur je bo pjesë e këtij klubi që mbase keni me arrit edhe këtë sukses? Se kom menua që ka me kom pjesë si trener, po tash së ndoma për t'yne, është hale ma keq. Punojmë shumë, mundum me maksimumin sin stërvitit, sin loj. Gjona ma mirë është që e dojnë futbolin. Përkushtojnë shumë, edhe kanë qef gjithmonë me fitu. Po. është e mentaliteti fitus ku nuk dorëzohen kur. Pa më parasysh që ndjem, a jenë më të rritën, nuk ka ndallim të këtu, kanë dëshirën me fitu, kanë hap 100%, tash është punë foti pak që na sjellin lojë edhe ndikojnë tani çdo senet. Po përkushtimin dhe angazhimin e kanë gjithmonë 100%. Që im knoq mas shumë ti mu. Padyshim që po, kjo është shumë e rëndësishme në momentin kur e ke edhe përkushtimin. Altin, në përmenda në fillim që vajzat faktikisht më ke treguar edhe te që kanë ëndra shumë të mëdha, po du me ditë a i mban mend kur kanë ardhur ditën e parë, edhe mbase çka ndryshonte, konkretisht po du me ditë çka ndryshonte vajzat në karakter, në personalitet në momentin kur ja nisin me u bë pjesë e klubit dhe ja nisin me u bë lojtare, me u mirë me futboll. Duhen e kom gjetë në klub, kur kom ardhur. Është e njëjta. Po. S'ka ndryshuar gjë. Me që ai dëshira me fitu, hale ma shumë i ka rrit. Është pak nervoz, si gjithmonë. Është nervoze? Po, na morëm pjesë në për turneje me djemë, se në ligë nuk ka. Edhe me një lojë e shumë të lujt, minutë fundit diku më përna apin gol ata. Po më vjen tha trenera, ti rrejhëm bre. Do me thonë, këto janë gjithar të vendosuna për me fitua dhe nuk e pranojnë asnjëherë humbjen. Ati rrejhëm, se ata djemë të pak edhe me do fjoli, me do sene, më ishëm i provoku me qitë për vetës, po tu nuk delëm për vetës, po më foti ato 1-0 hopëm kundër djemëve. Po. Ati rrejhëm, fa, dhe dua. Tregon pak, përshkrumi pak cila prej të në vrapon në basë edhe ma shumë, cila dalot për diçka në loj, me qenë se i kemi këto vajzat, po du me ditë pak edhe për personalitetin e tëne. Dija Kor Piram Sadikut. Nuk di që është këna rëmë kontakt me bobën e des. E ka di që është një klub i vajzav, që shumica nuk e din që ka klub vesh për vajza. Dhe shumica që ta shena në emision këtu, nashta e shojnë i binë edhe qikat. Po. Dija ka bashku që një vjetë, ku besoj që një shumë rahat, shumë akomod, se janë vesh me vajza. Na kena gjithmonë kujdes që flitet, që stevisëm, gjithmonë për kodrin e vajzav, që mi najtë goti, dhe ja ko shpejtësin goditjen,
po ka pak po lasdërohet. Dua ka të energjin pozitive, nervozën, që nuk dërzohet kur, e pa të shtymjen për ekip, po dhe kjo shumë, po nervozohet shumë ka njerë, po del për vetës. Sora është shumë vizionare, e sheh shumë lojën, lexon shumë lojën, ku është shumë e mëshme, ku na kryen shumë punë ekip. Amina na ka orë për klubit futbollistik Mati, Matiçan, ka sërita ato me djem, ta shë një vjetë është pjesë e jona. Amina ka do karakteristika shumë interesant, ka goditje të fort, ka shpejtësi. Veç ta që ka një lëndim pak, dhe ti ka lënë, së më përrëm pa futbol heqë. Po shumë mirë, po du me i pyet pak vajzat edhe sa i përket asaj, në po besoj që përveç që bojnë pjesë e klubit, e rëndësishme është dherë edhe me u socializua dhe me kriju shoqëri të ndryshme. Deja për ty sa është rëndësishme që përveç që bojnë pjesë e klubit, po besoj që shoqënohesh shumë edhe me vajzat të tjera. Po, vajzat jenë shumë shoqërueshme, nuk folin gjana jo motivuse, jenë vajza shumë të sjellshme dhe nuk ndalën kur për fitore, edhe janë vajza shumë shoqëruese që na ndihmojnë. Samir, dua për ty sa ka qenë mbase edhe një mundësi për me kriju shoqëni përmes klubit? Shoqënia është shumë e mirë, janë shumë të sjellshme edhe lujna krejt mirë. Luni krejt mirë, Samir. Se tash të dua, po hezitoj pak edhe me pytë, se më tregove që është pak nervoze, po thëmë mos po më kthejt keqë. Pak shaka dua, se... Po du me të pytë pak, a është e vërtet ato fjallë që i tha trajneri për ty? Apo është nervoz kur hupe dhe kur i ke djemt kështu për balë që luni futbol bashkë? Po është nervoze? Dua, arreho. Bravo, shumë mirë. Ta shë ndalna edhe të Sara. Sara, për ty sa është rëndësishme, sa ke kriju shoqëni përmes klubit? Për me kriju shoqëni këto ka qenë shumë letë, se këto janë vajza shumë të mira, shumë të sjellshme, edhe këto shoqëri jashtë stërvitjeve dhe lojve na kanë bë diqysh me thonë që lujna e ma mire dhe jena ma bashkëpunuse edhe në fushë. Bravo, shumë mirë, pa dyshim. Edhe angazhimi knej, po ashtu edhe shoqënia janë shumë të rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë edhe për bashkëpunime të ndryshme. Amina, për ty, sa ke mujtë me kriju shoqëni, duke qenë se kjo ardhe edhe prej një klubi tjetër? Shumë letë u kom për me kriju shoqëni, ma letë u kom këtë sa të ekipi i parë. Na qikat jenë shumë të mira, nuk folin fjalë të këqija, lujnë mirë, edhe përkrahen çdo moment. Shumë mirë. Përkraja është rëndësishme për ty, apo jo? Po. Edhe përveç vajzave që i ke në shoqëni, e ke përkrajen edhe prej mentorëve, por po ashtu edhe prej ekipit tjetër bashkëpunues. Po. Shumë mirë. Amina, po e nisi tash prej teje, edhe po du me ditë pak ndonjë emër të lojtarëve, ose do të të nuk ka problem nëse është djallë apo vajzë, ndonjë emër ndërkombëtar ose vendor që ju pëlqen që shlun edhe mbase synoni me, e keni si idhull kështu synoni me Ubosita? Mu më pëlqen lojtari Lionel Messi. Të pëlqen Messi, do me thonë, tregon pak pse? Është lojtar shumë i mirë, driblën, shuton, është shumë i mençë në fushë. Okej, bravo, super. Tash po ndalem te Sara, për ty? Për mua është Pedri, mes fushori i Barcelonës, sepse e kam mënyrën e lojës pak si aj, se aj e ka vizionin e lojës dhe është mes fushori shumë i meqëm, me shumë lëvizje mashtruse dhe me shpejtësi jashtëzakonisht të madhe. Bravo, super. Tash dua ty, kush pëlqen më shumë? Mu më pëlqen Olise në Bayern, është shumë i fort, është me shpejtësi jashtëzakonishme edhe është aktiv. Është aktiv, kështu si ti. Bravo. Deja? Më pëlqen Mbappéja, sepse ai ka një shpejtësi shumë të madhe, e ka vigjilintën e lojës edhe e ka një shut që të befason. Bravo, super. Tash Deja po nisna prej teje, me qenë se gati jemi thuaj se në fund të bisedës, po du me ditë një mesazh që ke për të gjithë vajzat që dojnë me u bë pjesë e klubit, ose dojnë me lujt futbol, ose sportet të tjera, po mbase edhe hezitojnë. Çfarë mesazhi ke për to? Nëse ti je një vajzë
Nuk ka dërë qëfar sport e lunë, veç aje e mirë dhe a ki përkushtim të madhë për atë sport, edhe mund është më bo qatë besësht e mund është më bo. Bravo, të lumt. Dua për ty një mesazh? Edhe ne këm njëjtë, mund është më bo qatë besësht e dhe nëse dënë me orë të na e kep dësh me orë të KF Prishtina. Bravo, super. Edhe me u bo kështu edhe kolege me ty edhe me lujtë bashkën. Edhe me u knosh. Bravo. Sidomos për vojzat që janë kip me djem, nëse besoni se muni me lujt me djem edhe mu shty, pse nuk vini me vojza, për me mujt me mbri edhe mu konë që ka dëne jo kërë të rritni. Bravo, super. Amina, për ty një? Do të me besu njët edhe pse kundërshtarët folin shumë fjallë, provokojnë, folin shumë keq për ty, ti nuk do të me ndëgju, ti do të me rrit njët. Super, të lumt. A ka pas naj mesazh kështu që mbase edhe ju ka bë me undi keq ose diçka dhe që keni te i kalu? Apo ma tregon njëna për ju, cila doni naj histori që ju ka met kështu në mendje edhe që mbase edhe kujtoni bashkë? Cila po doni? Historia që unë ka vetë mu mas shumë të në mendje, ka qenë kur kemi qenë në Marigon dhe aty kanë qenë dhe djemë që na tregojshin që nuk mundemi me lujt, por kur kemi njësë stërvitjeve me trajnerin Altin, kanë po se jemi shumë të forta dhe kanë ikë nga fusha nga nervoza. Do me thonë që bravo, ju lumt. A beshe Samir, do me thonë, gjdo herë po e dëshmani që këj sport është për krejt gjinit të njëjtë, do me thonë, edhe nuk ka rëndësi, nuk ka kategorizime sa i përket profesioneve që zgjedhim. Unë po roj me ju po naltë e ma naltë sa i përket këti futboli, edhe kur të rritëni, edhe kur të koni suksese, jo vetëm vendore, por edhe ndërkombëtare, keni marrë prapë në studio këtu. Altin, vajza shumë vizionare faktikisht, apo më të regon pak se ku ishe mbase jo vetëm KF Prishtinën, por po ashtu edhe këto vajza ku ishe le themi në vitet e ardhshme ose pas 5 vjetit, të regon pak për planet që i keni. Klubi ka një plan koqat me zhvillimit, pas i kena grupë moshat dhe në lejon me bo plane, ku kemi deri në senjer, është gjithmonë shkollë, duke unë ngrit. Vajzave duhet shumë punë, angazhim, duke i falëndëruar dhe prind që kanë kohë dhe shpenzojnë kohë dhe janë përkushtuar shumë për vajzat, mu mirë me to. Besoj që këna bu një punë shumë të mirë, edhe për pak vite me dalë në skenë, me këtë gjenerat shumë të mirë, edhe pse është e re shumë e mirë është. Pa tjetër që po, Altin, falenderit shumë vajzat dhe dëshmun, ba dyshim edhe për kushtimin, edhe ato se sa janë të mira, edhe falenderit shumë që na i kësjel këto, të thashe në fillim, ma kanë zbukuru studion edhe me habetën, edhe me fjallët të tëne, por po ashtu dhe me suksesit të tëne, dhe falenderit shumë edhe ju përgëzoj shumë për punën që e bëni si klub, edhe po ashtu si trajner. Shumë falenderit, besoj që këna unë po prapë, ishme në histori pak ma interesant, kur të kena në farë loje. Pa tjetër që po, ju mirë presim kur do. Vajza falenderit shumë, ishte shumë nësi. Ka përse.